Kështu që të gjithë shikuesit që po na ndjekin edhe janë të interesuar, sigurisht emri do të afishohet dhe të dhënat, numri i telefonit ose adresa e-mailit ku mund të kontaktoni avokatin. Si është kjo marrëdhënia me komunitetin shqiptar? E dim që Pennsylvania ka shumë shqiptar, nuk besoj që ka më shumë se sa New Yorku apo Michigani, por mendoj që janë në rritje. Si u gjende, se pas të gjitha peripecive dhe të gjitha eksperiencës që patën në profesion, edhe ndërtove biznesin tënd, apo jo? Po. Tani je i vetë punësuar? Po, i vetë punësuar kam një vite kusur që hapa dy zura time bashkë me një ortak, kemi dy zura, një në Philadelphia dhe një në New Jersey. Konkretisht merri me çështje civile dhe me çështje migracioni. Kam në Philadelphia, ashtu si thash, mbi 25 vjet dhe komuniteti në fillim kur vajta aty ishte tepër i vogël në krahasim me New York apo Boston ku kishte shqiptar të vjetër me disa breza, aty ishin shqiptar që kishin në mbas vitit 90 dhe ishte pothuajse mund të ishin 15-20 familje. Në këtë momentin që flasim janë rreth 40.000 shqiptarë në Philadelphia dhe në rrethinat përreth. Kam qenë gjithmonë afër komunitetit shqiptar, e ndjenja veten sikur i ndihmonja dhe për çdo pyetje që kishin isha aty dhe e kundërta, unë jam rritur aty që në moshën 18 vjeçare dhe i njeh pothuajse të gjithë që vinin. Dhe në vitin 2002 në Philadelphia u krijua Shoqata Bite Shqipes. Në atë kohë unë isha në shkollë dhe patjetër nuk isha angazhuar shumë me Bite Shqipes, fatkeqësisht. Për mungesë kohe, besoj. Për mungesë kohe, patjetër sepse kisha shumë gjëra të tjera të rëndësishme, mbijetesa ishte një nga ato. Priorities, a? Kështu që kur mbarova juridikun, ishte momenti për mua që t'i jepja mbrapa komunitetit. Në çfarë forme mundesha, sepse tash kisha mundësinë që t'i kushtoja kohën dhe to pay back për komunitetin që jemi rritur dhe të ndihmojmë ata të rinj që vinë. Kështu që hodha kandidaturën për në bordin drejtues të shoqatës, kisha një mbështetje të madhe dhe arrita të arrit në bordin drejtues. Kjo është një punë komplet vullnetare të Bite Shqipes, që duhet thënë që te drejtori i bordit deri tek bordi është punë vullnetare që transmeton më shumë atë dashurinë. Atë dashurinë dhe mbrojtjen e kulturës, të traditës për emigrantët që vinë në Amerikë. Është një mision që unë e kam mbështetur që në fillim dhe bashkohem jashtëzakonisht me mesazhin e fortë që nxjerrin Bite Shqipes dhe ishte koha që dhe unë të isha pjesë e Bite Shqipes për të ndihmuar komunitetin dhe ashtu bëjmë. Kemi bërë një punë jashtëzakonshme, jo vetëm unë, por të gjithë bordin atë parë që ka arritur një punë të jashtëzakonshme, por dhe komuniteti i cili na ka përkrahur jashtëzakonisht për çdo event që kemi patur dhe është një diçka që ne si shqiptarë duhet jemi me të vërtet proud që arritëm të bënim një shoqet kaq të madhe, një ndërtesë të shqiptarëve, sa është ndërtesë e shqiptarëve atë që morëm dhe çdo shqiptar kur vjen, nëse ka nevojë qoftë për anë ligjore, qoftë për ndihmë, për punë, ajo është foleja tonë. Ku kemi doktora, kemi doktora për çështje shëndeti, kemi avokat për çështje nga ligjore dhe mjafton një fare orientimi apo këshille ata ndjenë si në shpinën e tyre. Thonë që një doktor dhe një avokat të duhet gjithmonë në jetë. Sepse gjithmonë të përballë jeta me një nga ata dy. Edhe pse në fakt nuk janë ngjarjet më të parapëlqyeshme, por të paevitueshme. Patjetër. Si është përveç Bite Shqipes, që më duket vërtet një nismë shumë interesante në ndërmarrjen e të gjithë komunitetit për ta patur të bashkuar kulturën, edhe rrënjët, edhe për të qenë aty të gjithë komuniteti që evidentohet, për mos qenë shqiptarët pa zë dhe të përhumbur nga njëri tjetri, se gjithmonë bashkimi bën fuqinë. A ka mjaftueshëm aktivitete kulturore që i mban të lidhur shqiptarët në Pennsylvania? Po, ashtu si thash, misioni është që të mbajmë kulturën tonë, por dhe të transmetojmë në brezat e ardhshëm. Pika më kryesore të Bite Shqipes është shkolla shqipe.
shkolla shqipe për të gjithë, jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit që ka nevojë të mësojnë shqipen. Të rriturit që janë të huaj, por duan të mësojnë shqipen. Do me thënë ka dhe nacionalitetet të tjera që vinë mësojnë shqip. Një ato është gruaja time që vajti në shkolla atje, mësovi shqipen, edhe ajo pati një ndihmë jashtëzakonisht madhe në mësimin e gjuhës shqipe, sepse ajo çdo vit vete në Shqipëri dhe kur unë nuk vete bashkohete me fëmijë dhe vete me familjen në Korçë. Kështu që ai ishte ndihmë madhe. Gjithashtu kemi dhe disa antarë në board apo dhe antarë të komunitetit që janë martuar me bashkëshorte të huaja dhe ato kanë ardhur kanë mësuar shqip aty. Pika e dytë është që të transmetojmë kulturën dhe gjuhën për brezat e ardhshëm. Përgatisim shumë aktivitete, qoftë në parqe me ato ushqime tradicionale që kemi nga Shqipëria, me lojra tradicionale dhe... Dhe me thënë like festivali i gatimit, e kulinarinë e përfshini, po qëndismat ose punën me dorë, dhe me thënë, shkoni edhe më në detaje, apo vetëm te gatimi dhe te kënga, për shembull? Po, te gatimi, te kënga, te lojrat, te vallet, kanë sjellë disa vajza, kanë sjellë të qëndisura, që neve i ekspozojmë dhe në shkolla. Dhe bëjmë aktivitete qoftë për festën e nënës, për festën e babait, mbylljen e shkollës, fillimin e shkollës, festat e çlirimit, e kështu me radhë, vitin e ri, kemi goxha festa që mbledhin komunitetin. Në vitin kalendarik, do me thënë pas keni, sepse Mother's Day, Father's Day, edhe mbyllja e shkollës po vjen, pas keni disa organizime që e mban komunitetin të bashkuar. Si është interesi i Amerikanëve? Pra, a keni mjaftu, apo vetëm qëllimi është që t'jenë shqiptarët të pranishëm, keni mjaftueshëm aksesibilitet edhe nga komunitetet e huaja? Patjetër, të gjithë janë të ftuar të vinë, kemi një përbërje të madhe shqiptarësh, por kemi dhe të huaj, edhe antarë madje që paguajnë antarësimin, i kemi të huaj dhe e shikojnë një mënyrë shumë të mirë për trashëgimin kulturore dhe letrare tek fëmijët, sepse neve kemi dhe shumë shkrimtarë në shoqat që promovojnë librat, që i shesin librat ose që i japin dhurat librat. Kështu që është një Shqipëri e vogël mes Filadelfias. Edhe në mënyrën se si po shkon, se duket sikur tranzicioni shqiptar zgjati më shumë se i çdo shteti tjetër. Edhe po zgjat akoma. Pikërisht, është e rëndësishme sepse në bilancin e raportit të popullatës, fatkeqësisht më shumë shqiptar janë jashtë kufive se sa brenda. Nëse ne nuk mbajmë traditën, kulturën, Shqipëria një ditë nuk do të ekzistonte më, se duhet paramenduar që brezat e dikushën të gjyshërve, çfarë janë absolutisht ata që e mbajnë më me dinjitet, mendojnë, kulturën edhe rrënjët, nuk do jenë përgjithmonë. Kështu që nëse nuk e pasojmë tek brezat pasardhës, ndoshta një ditë do të jetë vetëm një gjuhë robotike, kështu që është shumë e rëndësishme mbajtja dhe transmetimi tek brezat. Jam 100% dakord dhe prindit tanë e bën detyrën e tyre e kaluan tek ne, është detyra jonë që ta kalojmë tek të ardhurit tanë. Kështu që e shikojmë si detyrën tonë personale dhe atletare që në shërbimin e vendit tonë. Ne jemi këtu ku jemi sepse kemi atë vend. Kështu që ajo është pjesë e jetës tonë dhe asnjëherë nuk do ta mohojmë, por përkundrazi duhet jemi krenar që kemi ardhur nga ai vend dhe jemi në këtë vend. Ta që jemi. Po. Dhe një ndër komunitetet që sot njihet më për mirë, sepse duhet ta themi, në përgjithësi shqiptarët e kanë nisur emigracionin, ndoshta jo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po Italia dhe Greqia kanë patur raste jo të mira për emrin që është lakuar nga shqiptarët. Absolutisht që ne jemi popull shumë punëtor, për arsyet X apo Y faktori, shqiptarët jo gjithnjë kanë bërë në historitë e fillimit, ndoshta jo jehonën më të mirë. Por mendoj, sot edhe kur flasë dhe përballem dhe unë vetë, sot kemi një emër shumë të mirë, kemi një emër që njihet tashmë,
tashmë e dim where is Albania, se në fillim duhet ja u shpjegoje. Është vërtet dhe kur Të bën të ndihesh krenar sot duke qenë se 26 vite më përpara ndoshta as nuk e dinin ku i binte Shqipëria. Shumica, po them, mos them 99% të jo vetëm të amerikanëve, po të gjithë që takonin në Amerikë nuk e kishin ndjen se ku ishte Shqipëria ku ardhur. Dhe mundoshja të tregoja këtu është Italia, këtu është Greqia, këtu është Shqipëria. Dhe ta theshin, si ka mundësi që nuk kam dëgjuar një herë, kam dëgjuar për Greqinë dhe për Italinë, por Shqipëria për historinë e vetë që të gjithë e ndim ishte tepër mbyllur. Edhe një vend i vogël gjithashtu. I vogël, por dhe i mbyllur. Ishte i izoluar komplet nga të huajt. Ajo ishte damka që e la, besoj, në regres më shumë. Edhe ka rënë shumë kohë mbrapa. Kështu që më vonë në Evropë kishte reputacion jo të mirë të vijë nga Shqipëria, por besoj se në 10 vite fundit ka ndryshuar, sepse e kam parë që ka njerëz jashtëzakonisht shumë të mirë, mikpritës, punëtor nga Shqipëria, dhe nuk do të lesh 2-3 mall që të kalbura që të prishin të gjithë mallin. Kështu që reputacioni ka ndryshuar për mirë dhe gjithmonë, ndërsa përpara shumë shqiptarë theshin ja mos e grek ose italian kur vinin, tash